dëgjues nga New York. Juve, Kaltrina, faleminderit shumë që me bashkëshortin jemi sot pushim Memorial Day është këtu edhe ja që kështu e pita kafën mëngjes është veç ora 10 këtu. Dhe i shikoni televizionit në Kosovë. Dëgjoni shqip mundoni. I kemi kanalet shqip dhe unë non stop shqip i shikoj edhe i sugjeroj edhe fëmijëve që të shikojnë shqip sepse për këtu për në shtëpi sa i përket shtëpisë vetëm shqip. Jashtë shtëpisë në shkollë apo në punë s'ka atëherë s'kemi se. I nderuam njëjtin hall e kemi ne këto fëmijët kanë filluar të flasin vazhdimisht gjuhën angleze dhe po mundohem vazhdimisht ja u tërheqem vërejtjen, i lutem, flasim shqip. Po, sa i përket këtu në këndvështrimin ton, si mërgjimtar që jemi, patjetër duhet maksimumin të japin për fëmijët ton që të flasim vetëm shqip, ndërsa në Kosovë atje mund të regjistrojnë shkollën në një kurs të mësojnë gjuhën angleze edhe ato për një arsye vetëm për punësim apo për treg apo për diçka që të ecin më tutje. Për shkollim më tutje për një jetë më të mirë. Por nuk po pajtohem që jashtë kur janë më fal, kur janë në market tu ble diçka, tu lut fëmijët bashkë me fol anglisht. Kjo më pengon shumë edhe mundohem vazhdimisht m'ja u tërheq vërejtjen. Shumë e vërtet. Gjuha shqipe më e pastër në botë është. Nuk duhet të harrojmë gjuhën, nuk duhet të harrojmë rënjet tona nga kemi ardhur. Për atë arsye duhet stop të rrim fëmijëve afër që mos ta harrojnë gjuhën. Sepse ju flisni shumë bukur shqip, prandaj u frymëzova dhe ta komentoj këtë pjesë të gjuhës shqipe. Në fakt unë kam studiuar gjuhën angleze në Kosovë, kam qenë arsimtar i gjuhës angleze dhe bashkë me bashkëshorten që ka punu në kindergarten në parashkollor atje dhe kemi ardhur para 13 vite këtu në New York dhe me lotari. Jetën nuk e kemi keq, po sa i përket temës, Kaltrina, tema mu më pëlqej sa duhet jetë paga që të jetë sa du të jetë paga për një jetë të mirë në Kosovë. Tash kur thon të mira, ajo që munden me bë kursimet më dhoja me atë pagë si investime. Për një jetë të mirë. Kaltrina, na për çdo vit vim në Kosovë për pushime. Po puna është që nuk është situata ashtë sa kemi prit ne pas luftës, sidomos në aspektin ekonomik e social. Partitë politike nuk po punojnë sa duhet për popullin. Kohët e fundit, kryeministri Kurti që kemi ne shumë simpati kohët e fundit ndaj tij, por përshoj që në aspektin ekonomik e social po ja kushton vëmendje popullit. Unë në Amerikë për shembull jam këtu, është një sistem nuk është një sistem social në Amerikë, është një sistem kapitalist. Po, e vërtetë. Punoj 12 orë në ditë punoj, 12 orë në ditë punoj. Pse? Për një jetë më të mirë. Por disa kategori në Kosovë nuk po punojnë për Kaltrina, nuk dojnë të punojnë. Mu për shembull punoj në një kompani ushqimore, edhe një punë të dytë kam punu, po tash kohët e fundit jo, sepse duhet të përshoj pak të relakson. Pse mendon Kosovë nuk po dojnë të punojnë? Pse po mendon? Po nuk po dojnë të punojnë se po zgjedhin shumë për ti, Katrina, po zgjedhin shumë, nuk bën punës mi thonë jo. Punës mi thonë jo nuk bën. Që ma mirë se me nejt është me punu, e vërtet. Edhe puna të bën veç mirë. Po shumicën e rasteve nga ankesat që i kanë kushtet e këqija, pagat jo të mira, me ato paga s'munden as shpenzimet e rrugës, ushqimet për atë ditë t'imbulojnë për atë muaj në Kosovë. S'munden, e di, e kuptoj, më varësisht se ku jetojnë, në vendet rurale apo në qytet, ka bërë punë, bujqësi apo diçka, shpenzimet, të paktën shpenzimet të heqin që mos ta futin vetë dorën në gjep, vetë të blenë gjona që kanë mundësi mu marrë me gjona tjera në bujqësi, për shembull. Ja, në fshatin tem atje ku punojnë njerëzit, mundohen që me bujqësi të rrisin fëmijët, të mbajnë familjen po dhe në qytet, Po ju për çka e latë Kosovën, i nderuam? Për një jetë më të mirë, Kaltrina. Për një jetë më të mirë. Për fëmijët sidomos. Për të ardhmen e fëmijëve. Para 13 vite kur kam ardhur unë, ka qenë rruga më ndryshe e mësuesit, arsimtarit, ndërsa tani
Ka ndryshu, minimumi 700 euro mësuesi e merr rrogën, po dikush që është veti dyti në punë, atëherë bën 1400 ato, bën 1400 s'ka nevojë me dalë në Gjermani apo në Evropë diku. Mjaftojnë me ndonjë 1400 euro në muaj për me pas një jetë mirë. Mjaftojnë. Rroga do të jetë minimumi 1000 euro. Në 1000 euro nuk mund të jetojë sepse ka obligime, rrymë, ujë, gjëra të tjera. Por për një fat i mirë që është Katrina atje, një fat i mirë që është baba bre e kalon shtëpinë, nuk ka nevojë me pagu as qiranas, morgjisë, në Amerikë ai lën baba shtëpinë në Amerikë fëmijët vet. Jo, Katrina, jo, 1600 dollar paguaj veç shtëpinë unë që kam ble, 1600 dollar. Plus shpenzime tjera, gazi, rryma, taksat vjetore, çdo 6 muaj vijnë ato, 2 herë në vit. Kare, ku di unë këto gjëra tjera, po megjithatë nuk është keq, nuk është. Ja dalim. Mendoni se tash në Kosovë po fillon mu bë më mirë sa i përket aspektit të pagave, të hyrave. Po, Katrina, unë shoh ndryshime pozitive.